qoftë kudo tjetër që të mos e mbajnë në shtëpi. Ta nisin sepse në 11 maj kanë mundësinë të jenë pjesë e këtij takimi të madh me historinë tonë europiane. Dhe dje kur po shkoja për në Fierë, dhe Fierë më qëra fjala ishte flak, kryeqyteti socialistëve ishte flak, mora dhe lajmin që grup kapitulli tjetër i negociatave u aprovua për t'u hapur. Pra, kemi hapur 16, hapim dhe 8 të tjerë tani, që bëjnë 24, mbeten dhe 11 për t'u hapur, dhe kam besim dhe shpresoj dhe uroj që me fuqinë e re të 11 majit do të hapim dhe ato 11 të tjera në tryezën e negociatave brenda këtij viti. Kështu që ky do të ishte një rekord europian, sepse asnjë vend nuk i ka hapur të gjithë kapitujt në një vit, dhe asnjë vend nuk i ka mbyllur negociatat në 3 vjet. Ne kemi nisur vjet, kemi 2027 si afat, edhe fati europian është në duart tona. Duhet të bëjmë tonën patjetër. Apo jo? Që i dritan, rrofsh, je i madh. Je shumë i madh. Orame thot në reka, ja të shi, hyrit në reka në lojë. Na u gjede me këtë pasportën europiane, unë e di që bollë kemi nga Shqipëria, thash se po banë për emigrantat që të në Shqipëri, o të kundër të, po pasaporta nuk është për të ikë më në reka. Pasaporta është për të ngull këtu në vendin që na ka caktu Zoti në mes të Europës, Den Babaden, një nga popujt më të vjetër të Europës, jo vetëm me zakon, por edhe me ligj. Jo vetëm me një kartë identiteti që thot në rek për palaj shqiptar në Shqipëri, por me një pasaport që thot në rek për palaj europian në Europë. Shqipërinë brenda Europës, ama jo europian në Europë andej, se ti në rek mund të kujtosh se je europian në Europë, gabimisht, po je i huaj në Europë akoma, për sa kohë nuk kemi atë pasaport. Nga më kupton, europian me zakon po, ja themi njëri tjetrit ne.